Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe ka bërë të ditur se grupi parlamentar i LSDM-s do të propozojë një paketë ligjesh me qëllim që të ndihmohet qytetarëve të përballojnë më lehtë pasojat e krizës aktuale ekonomike e shkaktuar nga rritja e çmimeve të derivateve. Propozimet përfshin uljen e TVSH-s për karburantet, uljen e akcizave, heqjen e TVSH-s për produktet bazë ushqimore, si dhe përgjysmimin e çmimeve të tarifave rrugore. Siç sqaroi ai, ky hap do të ndërmerret për shkak se qeveria deri më tani nuk ka treguar gatishmëri për të pranuar propozimet e LSDM-s dhe për të ndërmarrë masa konkrete për uljen e çmimeve të karburanteve. Одеска повторно има покачени цени на горивата во земја. Иако премиерот Христијан Мицкоски најавуваше дека горивата ќе поевтинат и дека ќе се намалат некаде за 2,5 денари по литар, tje poskapja za 7 denari. Me rritjen e rrjetit të çmimeve, kjo kosto do t'i kushtoj qytetarëve rreth 4.5 milion euro në javë, para që u merren drejt për drejt qytetarëve dhe bizneseve, edhe pse kryeministri Mickoski paralajmëroi se karburantet do të lirohen dhe se do të ulen diku rreth 2.5 denar, ata u shtrenjtuan për 7 denar. Qeveria për momentin thot se në mënyrë aktive po ndjek situatën me çmimet e derivateve dhe është duke menduar për disa masa që mund të zbatohen në kohë. Ndër opsionet që shqyrtohet është ulja e TVSH-s nga 18 në 10%, me mundësi për ulje shtesë, varësisht lëvizjeve në tregjet botërore. Sipas tyre, qëllimi është mbrojtja e standardit jetësor, ulja e presionit të çmimeve dhe mirëmbajtja e stabilitetit ekonomik. Gjithashtu potencohet se qeveria planifikon që me kohë të reagojë me kufizimin e presionit të çmimeve dhe se për këtë qëllim kryeministri kishte takuar përfaqësuesit e zinxhirëve të supermarketeve me mesazhin që të sillen në mënyrë korrekte dhe me përgjegjësi.